الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin e vetëm të vërtet. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira. E na furnizo, o Allah, sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, o Zot, na mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na mëson e na shto diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëj këtë takim dhe tubim për atyre takimeve dhe tubime për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen dhe tubohen për hatër të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut, pra mëshira e Zotit derdhet mbi ta për jetën qetësi shpirtërore, siç janë tokë, Zoti i përmend atje ku është ai. E kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret çohuni se Zoti u ka falë gjunahet, gjitha të cilat u ka kthyr sevape. Qofshim pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Po fillojmë inshallah taala me pyetjet të cilat janë të depozituara. Më ka ndodhur thotë një situatë shumë e keqe në punë, kolegja ime ka një shoqe e cila vjen në ambientin e punës dhe rri me orë të tëra. Dhe bisedat e tyre janë të një niveli shumë të ulët, përgojime, sharje, tani ka filluar të bëj edhe si shefe. Mirë, po kolegja ime thotë si ta largoj se e kam shoqe për vitesh. Unë i shkruajta menaxheres për situatën se unë mbush kupë, i thash dhe për shoqin e kolegës, të lutem, thuaj kolegës, nuk dua, ja kam bërë gjuna. Si s'm ka zënë gjumin se mu duk vete si spione. Mirë me e ke bërë. Dava lafazani. Shumë mirë e ke bërë. Shumë mirë që e ke largu një ladzore nga veni punës. Shifër hatin tatë. Shif tymin tatë. Po që tymi jatë në regull, ladzorja tikit gjene një vend tjetër me bo loqe. Kur kam lind vajzën e dytë, një grua e familjes që ka ardhur me ma bo për hajër për vajzën, ka nejt pak dhe kur është çu me shku te shtëpia e vet, më kalon 2 gjilpëra. I ka nxjerr nga koka e vet dhe i ka dhe tin za pra fshehur azi, i ka lënë tavolinë. Hajër inshallah merri këto gjilpërat, futi në ujë të knom, digji. Edhe pyete këtë ladzorën, pyete edhe këtë, thuj, oj filane, pse i le ato gjilpërat? Po ajo mund t'jetë afër për shembull në fis, mund të shkaktoj debate dhe probleme, le të shkaktojë, nuk ka problem. Me këta njerëz që bëjnë të tilla veprime duhet të ketë debat dhe duhet të ketë zënga dhe duhet të ketë që mos të vimo në shtëpi. Sot la gjilpërat, nesër le perin, pas nesër le kukullën, mas pas nesër lën vezën, mas pas nesërit lën gjonat e tjera, flokët, qimet e lesht, edhe ata që do të vuni jeni ju. Ata që do të vuni jeni ju, pasojat e magjisë do i vuni ju. Kështu që më mirë debat e zëng ose të zej men e mos të bëj më gjona të tilla, se sa turp se s'kam çë të bëj ku dëgjon e tjera. E kam mamin 66 vjeç dhe po nuk po i maj dhe thot, kur i them me u fal, nuk i maj mend dovt, pra duat nuk i maj mend. Dhe ka problem me urinimin, nuk ka problem. Le të falet me bismillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, nuk ka problem. Është në rregull. Të falet me bismillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, nuk ka problem. Edhe pse si man mend, edhe pse ka probleme me urinën, nuk ka problem inshallah. Nuk ka asnjë problemi. E rëndësishme është ta vej ballin sejdë për Allahun. Të gjitha gjonat e tjera tolerohen për moshat e vjetra. E rëndësishme është që ballin ta vej në sejdë. Kjo është e rëndësishme. A duhet me thonë inshallah për gjithçka çfarë
duam të bëjmë gjatë ditës sepse po flisem me një shoqi dhe i thash që nesër do të gatuj gjell, por nuk thash inshallah, edhe ai më tha thuj inshallah, unë i thash po me kismet. Ai më tha thuj inshallah se duhet me thon patjetër. Mohabet e grash, hajr inshallah. Hajr inshallah. Mirë është me thon inshallah, mirë është thon për diçka që është në të ardhmen, themi inshallah, themi me kismet, po edhe me kismet i soi është. Me kismet inshallah, si me shpresë Zotit shqip, me shpresë Zotit, gjitha këto janë okay, gjitha janë të pranuara, stresi zero. Po edhe ajo, do thonë, unë do shkoj në shkollë, thuj inshallah, po nomi. Ha, inshallah, nuk është në problem, kush e di se çfarë. A, kur është diçka që ti premton, unë, me datë 5, do t'jap këtë gjën. Kur ti premton, ky premtimi të kushie që premton. A mo ti njofton, do shkojmë në shkollë, inshallah. Do shkoj ke furrin me ble buk, inshallah. Po do shkoj të blej dhe spinaq, inshallah. Po do shkoj të marr dhe fushat të dhomëve për kalamajt, inshallah. Po kur vin kalamajt për shkollë do jap me hongër, inshallah. Kjo është me utall me inshallah. Inshallah thuhet vetëm kur bëhet fjalë për premtime. Kur bëhet fjalë për premtime, duke qenë se njeriu nuk është ai i cili menaxhon jetën e tij, atëherë themi inshallah. Po kështu për gjëra për ditëshmëri nuk ka nevojë me thonë njeriu inshallah. Ose po harroj nuk ka problem. Hajt. Mos në nxefet. Në një ling kalon maca si për të vdekur dhe i vdekur i lëviz, çohet. Dhe në Shqipëri akoma vazhdojnë të flasin të moshuar që thonë nuk duhet lënë kufoma vetëm se zgjohet. Hajde inshallah çohet. Inshallah çohet. Elhamdulillah, inshallah po çohet në, s'quhet më kufom. Kthehet edhe herë në jetë. Videot që jepen është një kufom, janë disa njerëz duke i fal xhenazën dhe kalojnë macet sipër dhe çohet xhenazja. Po këto janë me inteligjencë artificiale. Mos besoni, mos hani çdo gjë që paraqitet si djath, se mund të jetë sapun. Edhe hani sapunin për djath. Me inteligjencën artificiale, bota dhe masat dhe popujt po han sapun pafund për djath. Sepse ti se dallon dot a është e vërtetë as është e vërtetë. Pashtu që e ka kollaj, kush vdes, macet sipër, çohet xhenazja, heqim qefinin, i veshim kostumin, hajde ham i tas me përshesh. Prandaj larg këty në muhabeteve se na habitot për Zotin. Vallahi, bilaj na habitot. A është e vërtetë se nëse njeriu mendo për diçka që ka frikë se mund të ndodhë, ajo ka për të ndodhë? Libri i klasës së parë për kalamajt me i trem. Shumë këto muhabete, kur njeriu ka frikë se do të ndodhë diçka, ajo ka për të ndodhë. Alhamdulillah. Kam një biznes vogël për punsoj. Okej. Shkruani pak mirë shqip. Kur të shkruani, rregullojeni çik pyetjet se na lat pa marr frym. Kam një biznes të vogël për punsoj. Kamarierja kur po vjen radha me shërbyer alkool nuk pranojnë. Me shërbyer klientëve, por në rastin konkret ato vetë konsumojnë alkoolin. Po mirë, bo vetë gjinovin, s'do ta bëjnë të tjerët. Mashallah. Që ka faqih, që ka shkencëtare dhe dietare fiqhut islam. Thotë unë e bëj gjinovin, po pse ta morin tjerë gjinovin për me, që e kanë rregull, që sa kjo kamariera duhet t'i japsh edhe të drejtën me dhënë fetvase që e ka mashallah pik. Ha? Po kur ti jetë esëll, tamam. Unë vuj nga migrena, por më kanë thënë me shpuar njërin në vesh, a ka problem? Pra me vendos një vëth të thjesht. Është një kapse që vihet mu këtu, ke kjo pjesa këtu, mu ke kjo e mrenshmja. Është si një kapse që vihet për këta që kanë probleme me migrenën, dhe është efikase 90%. E përdorin, është një lokal në Kosovë që e përdor, është një lokal kështu, do të thonë një dyqan në Kosovë që e bën.
është e dhimbshme pak ajo, një javë sa të ambientohet veshi, pastaj migrena, selam aleikum, aleikum selam. Kjo lejohet, nuk ka problem, por nuk është vath, siç e ka thonë ky në pyetje, nuk është diçka që vihet këtu poshtë, por është diçka që vihet mu ke kërci i parë që fillon brenda veshit. Kaq. Shpohet, praf edhe kapet. Ajo është shumë e efektshme. Nuk e di se si e ka qasjen shkencore, po të gjithë ata që e kanë vendosur kanë thonë janë shëruar nga problemet e migrenës deri në bile para një javë isha me i Hoxh të Zvicrës, e kishte bërë në të dyja veshët. I thash atë ka dhënë efekt, po them ka dhënë efekt. Kështu që nuk ka problem, përderisa jep efekt, elhamdulillah. I mbaj gjithë stafit 1% të vogël lekësh dhe në fund një listë me ushqime, shqipja, ke parasysh të çfarë shqipje me fjalë? Shqipje me ta kaput shpirtin, me të kaput zorrët. Pra ky thotë stafit i mbaj 1% të vogël lekësh dhe në fund fare blej ushqime dhe ja çon një familje. A mos hyn hak? Kujt i hyn hak? Familjes? Apo i hyn hak stafit? Qëse stafit ja merr përqindjen me dëshirën e tyre, nuk i ka hyn hak. Qëse ja çon familjes zvarfër, nuk i ka hyn hak. Familjarit i tregoj se e ke nga stafi. Jo, ti duhet të mosh hallallikun stafit. Si bën ti bamirësi me lekët e stafit. Stafi duhet të jetë dakord, pastaj bësh bamirësi. Mirë, po ati familjarit thotë të tregoj se e ke nga stafi. Dhe ai shkon falenderon stafin. Pra ka këtu diçka që s'shkon. Pra, ti merr 1% nga stafi me dëshirën e tyre, fut edhe ti përqindje, jo vetëm stafi, fut edhe ti, edhe s'ka nevojë me i thonë Zylbeharit ose ati si Zenelit, kush mund të jetë ajo ose Xhevdetit, nuk ka nevojë me i thonë e ke prej stafit, e ke prej gjysmës stafit, e ke prej çerekut stafit. Çoja ushqimin aty, i boft mirë. Sa ai tani çfarë bën i shkretë shkon falenderon stafin. Stafi mund të jenë 44 veta. Faleminderit për ato 10 kg ushqime. Këtë tjetër, faleminderit. I ra qafa në tokë. Aty tu falenderu stafin. A më lejohet me punu me i vendos në xemjet në vendin ku të krishterët i lejnë xhenazet. Pra me ngrohem kështu nga këto kaloriferat që vijnë, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Erdhi një grua të punonte dhe më pyeti përgjegjësia, gabimi. Erdhi një grua të punonte në punën tonë dhe më pyeti përgjegjësia, si duket? I thash shumë e mirë. Dhe u afrum shumë me njëra tjetrin, mësova punën. Për një ditë filloi të shante kolegën që unë punoja me të prej shumë vitesh. E rëndësishme, unë nuk jam që dua sherrë dhe debate dhe nuk jam nga ato njerëz që marr llafe këtu dhe i çoj atje, por nuk munda më dhe i thash shoqes time që kisha vite që punoja me të, i thash bëj kujdes se kjo kështu thot për ty. Dhe i thash që mos i tregoj njeriu. Mirë, po shoqja ime i tha përgjegjëses. Dhe përgjegjësia më erdhi më pyeti mua dhe unë nuk munda më dhe i thash çfarë kishte thënë ajo në të vërtetë, sepse çdo ditë më fliste keq për shoqen time. Dhe unë nuk durova dot dhe i thash përgjegjëses çdo gjë që ajo kishte thënë. Ajo u mërzit, e la punën, edhe pse nuk i tha askush asgjë, dhe më shkruajti një natë mesazhe më poshtëm. Të kam lënë Zotin, e nëse i ndodh gjë fëmijëve të tu, dije se e ke nga ajo që më ke bërë mua. Dhe kishte ndez për këtë gjë një qiri në kish për të lutur. A është e vërtetë që mund të më ndodhi diçka e keqe tek fëmijët? Stresi në ngrirje, stresi zero. Ja ke bë shumë mirë. Mallkimi i saj nuk të zën ty, po mallkimi i saj i kthehet tek vetja e vet dhe tek fëmijët e vet. Kështu që ti ma ço stresin zero fare. Ja ke bë shumë mirë, të lumt, bravo të qoftë. Edhe stresi ngrirje.
Nuk e di thot pse mami e ka kap shumë ters me mua që kur kam hyrë në fe. Nuk më lën që të flas për fen, më ka quajtur të paditur, më thot mos fol për fen njerëzve se ti je pa shkollë, edhe pse ajo vet ka 16 vite që falet, madje ka edhe shami. Mund tjetë në fazë menopauze mami. Mund tjetë në fazë menopauze dhe s'duron dot njëri me fol. Kështu që merr në konsiderat shkretën. Ose mund tjetë liruna i vid. Mund tjetë liruna i vid edhe do të me gjetë daktor, shku me i dhoni ilaçe, me ashtërngu vidat shkretës. Ti vazhdo në Terezin tate, vazhdo shkollën, vazhdo punën, nuk e di se si është puna jote, çfarë bën ti. Po që e martume, shko rikë burri jot, që duhet që thartot trut këtu, po që e martume, shif, në rastin më të parë të mirë të mundshëm, ec edhe kështu me radhë. Lehtësohet, çdo gjë lehtësohet, mbështetje u Zotit. A mund të më shpjegosh të lutem pse prindërit bëjnë dallime mes djalit dhe vajzës për ndarje pasurie, aq më tepër kur kjo është e bollshme si për mua dhe për vllajën tim, dhe aq më tepër që këto firmosin dhe pa lejen time. Unë edhe pse kam 2 fëmijë, kam filluar punën që ishin si 1 vjeç, edhe kam ndihmuar në familje me rrogën time dhe nuk ndaja asgjë për vete. Nuk arrit ta kuptoj si është e mundur kjo gjë, a mos e kam unë gabim? A mos po bëj gjuna me prindërit e mi që po kërkoj diçka? Zullum, padrejtësi, gjunaf i madh vallai. Kjo lloj sjellje e prindërve ndaj vajzës është gjuna i madh, vallai bilaj për Zotin. Është mëkat i madh. Pashallahu, është mëkat i madh, është gjunaf i madh që të sillen me gocat në këtë lloj forme. Po këta janë njerëz që s'kan, domethënë, as fe, as besim. Po s'kan as njerëzillik, pa nuk duhet të kesh frikë Zotin, apo nuk duhet të kesh shumë dije, që thush goca ka hakun e vet, ka hisën e vet. Nuk është kusht ti je fetar i madh, që t'i japësh gocës pjesën e vet. Kjo quhet xahiliet, ignorancë ekstreme. Edhe fatkeqësisht kjo lloj ignorancë është masive në mosvlerësimin e vajzave ose mosdhënien pasuri vajzave. Është masive. Se nga e kanë marrë këtë drejt sëmundje, populli ynë nuk e di, po që është kancer, kjo sëmundje është. Gocën sikur më e pas bë lopa, sikur mos më qenë pjesë e gjakut, sikur mos më qenë pjesë e shtëpisë. Jo, po është martuar, ka ke burri, si për vëlla ka ke burri. Shtaku vetë është pjesa vetë. Ose ca që thonë, ja po ideja është që mos me fut robin e huaj në shtëpinë tonë, mos e fut më vëlla ipi pjesën e vet. Bleja, sa shtaku i tij kaq, ipja lek, e mbaroi historia. Për shembull, po mohabet e koti. Ai s'është më i huaj, dhëndri nuk është më i huaj. Ti ke dhënë gocën që e ka i huaj. Kupton ti çfarë kafshërie? Kafshëri. Një shqetësim t'u shpalos. Hajde, bismillah. Po na humbin para. Theksi, sa ka të bëjë theksi? Po na humbin para. Po na humbin para shpesh në shtëpi. I mbajmë në kasafort vetëm unë dhe gruaja dim passwordin. Parat janë amanet nga donatorët për jetimet, sepse kemi shoqat humanitare. E para gjë s'lejohet me majt lekë e jetimëve ke shtëpia. Ja, problemi. Përderisa janë amanet nga donatorët, këto lekë duhet rinë ke shoqata, duhet rinë ke banka. Si rrikan lekë ke shtëpia Allah? Se në lekë e juaja ato. Se t'jenë lekë e juaja, humin, sumin, ka zgjidhje muhabeti. Lekët e jetimëve, po ju duhet i marrni shëndim të gjitha. Çfarë humb, duhet i shtonin nga lekët e juaja. Sepse lekët e jetimëve nuk marrin në shtëpi, o njerëz, as nuk marrin kasaforta. Rrin tek shoqata ose rrin tek banka, kaq. Në çfarë ka humb nga këto lekë duhet i kompensonin nga lekët e juaja dhe sa më shpejt. Pa kalu ora nga ky moment që ngjoni përgjigjen. Për ndryshe jeni në haram. Kjo është. Apo ti ishte në shtëpi,
Dhore na humbin lekët, pasportin e di vetëm unë dhe gruaja, vendosi kamera, vëlla, të shohim. Nëse humbin lekët dhe kamera s'ka pasi gjë, muhabet tjetër, po bim 7-8 rrugë gjithë, t'ju kënojnë ke shtëpia. A lejo të veshim një robë që janë të gjinisë të kundërt, por vetëm për të na mbajtur ngrohtë, jo të dalim me to apo të duken. S'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Nuk ka asnjë lloj problemi, sepse ndalesa është që të veshësh rrobat e gjinisë kundërt që të dukesh. A mund dikush për shembull vesh tutat e gruas për shembull, poshtë pantallonave, për shembull. Ose gruaja vesh bizamet e burrit poshtë fustan, për shembull, për shkak të ftohtit. Ju mos e llogaritni si në Tiranë muhabetin. Ju llogaritni që ka vende që është ftohtë, ka vende që është acar, ka vende që ka probleme. Se dikush thotë s'ka nevojë vëlla, çosh ke pyetje. S'ka nevojë këtu në Tiranë, po. Hoxhë nderuar, këtu në Maqedoninë e Veriut është bërë si traditë që fëmijët që kanë frikë të ecin, i çojmë në xhami dhe i presin frikën. Pra fëmia nuk ecën. Këta tani të mençurit kuptojnë se fëmia ka frikë. Çfarë bëjnë? E çojnë ke xhamia dhe e pret ai gjyshi, i cili me zorr ecën për vete i shkrejt është 89 vjeç e gjys, anë praf ja pret frikën. Kjo është besytni. Kjo është besytni, bidat. Besytni dhe nuk lejohet që ta bëjmë një gjë të tillë, se ekziston kjo gjëja. Po si veprohet? Ja lidhin fëmijës komët me penjë, edhe vjen ai xhaxhi me shkop i shkreti, se e kanë kështu, i pari që futet në xhami, ose këtë gjejnë në xhami. Edhe mund gjejnë një aty për me karrocë, i shkreti, ka ardhur. Shkon ky tani me karrocë që nuk ecën vetëm i pe frikën fëmijës që të ecë fëmia. Po mirë, nëse nuk ecën, çfarë zgjidhje kanë gjetë? Thotë, nëse nuk ecën, pra e prejnë frikën këto. Dhe fëmia prap nuk eci. Thotë, duhet vish javën tjetër në të njëjtën ditë. Ja prejnë prap frikën, nuk eci fëmia. Prap javën tjetër, po normal që kur shkoj fëmia i vjeç e gjys ka vërtet. Zgjidhja, kjo është zgjidhje ekuacioni fuqisë 7. S'ka nuk. Ore që jemi të zgjut, ne jemi të zgjut, s'na merr njëri për zgjuarsi, elhamdulillah. Nëse bëjmë matin e sheqerit në gjak me shpurje gishti, pra që e shpën gishtin, a prishet abdesi? Sipas gjitha medhhebeve në Islam nuk prishet abdesi në këtë rast. Nuk prishet abdesi. Sepse është një sasi aq e vogël gjaku që nuk merret në konsiderat. Disa njerëz të afërm po na thonin që kur një grua shtatzëni shkon mendja të hajë një lloj fruti dhe ndoshta në atë sezon ai frut nuk bëhet ose burri nuk mund t'ia gjejë, atëherë ky fëmijë që do lindi me shenjë të atij fruti, si një lloj nishani të dallueshëm në një pjesë të trupit. Po me shkumenja grus shtatzën me hongër mish balene, kur t'i shfaqet balena në trup fëmijës, për shembull. I shkomenja për mish zebër. I shkomenja për kungull ose për shalqi. Po me shkumenja grus shtatzën për shumë gjëra, kur ta shohësh fëmin si dyqan fruta perimesh. Hej, Zoti, alhamdulillah. Jemi të zgjut, jemi si popull, jemi mashallah, shumë të zgjut jemi. Me këto muhabete jemi bukur. A lejohet që të flasim gjatë abdesit, pasi unë vetëm i përgjigje thirrjes që mbëri prindi. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Lejohet. S'ka asnjë lloj problemi. Cili është gjykimi për mishin e mushkës? Haram. Mishi i mushkës është haram, sepse vjen nga dy prindër, njëri që është halal dhe tjetri që është haram. Dhe gjëja që lind nga dy burime, njëri halal dhe tjetri haram, bëhet haram. A lejohet që femrat të mbajnë varse me emrin Allah? Problemi është për shembull kur futen në banjë, si ja bëjnë? Është problemi çik. Dhe unë mendoj që është, si me thënë,
mungesë etike me emrin e Allahut. Emri i Allahut nuk ka zbrit për të majtë në trup, për të zbukuruar njeriu me të. Zbukurohu me flori, zbukurohu me lule, zbukurohu me çdo lloj gjëje që mund të ketë marrë formë florini, po jo me emrin e Allahut, sepse unë nuk e shoh këtë prej etikës dhe edukatës së besimtarit me Allahun. Hoxhi nderuar, kisha një pyetje, pse Zoti më zgjodhi të jem unë dhe jo një tjetër shpirt në trupin tim? Se Allahu do fort. Allahu të do fort. Përderisa të do fort, ka zgjedhur që ti jesh ky, ti, ai. Se kur shkojsh në xhenet, do të thush, oh, çfarë mirësie më ka dhënë Allahu. Kur shohësh Allahun, do të thush, oh, çfarë mirësie më ka dhënë Allahu. Kur shpëtosh nga zjarri i xhenemit, do të thush, oh, më i lumtur i botë jam unë. Kështu që Allahu të ka dashur fort që të ka sjell në këtë botë. Dhe Zoti nuk pyetet për pse. La yusalu amma yafaluhum yusalun. Zoti nuk pyetet pse. Ne do të pyetemi. Ne do të pyetemi. Nëse punojmë në një kompani, po themi dhe kompania her pas here bën projekte dhe blen produkte. A lejo që nëse punëtori ka njohuri t'i ble ai këto produkte dhe t'i shes me fitim kompanisë? Nëse ata nuk kanë përcaktuar ndonjë gjë në kontratën e punës për këtë gjë. Një njeri që paguhet në një kompani, në një shoqëri, në një shoqat, në një çado, paguhet, s'lejohet që të bëjë kështu gjërash. Sepse është konflikti i interesit brenda, nuk lejohet. Përveç se nëse ata e kanë rregull që lejojnë për të nxitur për projekte, për punë, dhe thonë, "Gjo, kush na e bën këtë punën ose kush na sjell një projekt, ne i japim 5% projektit." Sepse ata duan që njerëzit zhvillojnë punë, zhvillojnë projekte etj. Ama që të punohet kështu në këtë formë nuk lejohet. Nuk lejohet, është haram. Është një video që është përhapur në TikTok ku një person krahason mes Jezusit dhe Muhamedit. Pra duke thënë se Jezusi është shumë më lart, nga që kur i ndodhi rasti kur shkeljes ai e fali, ndërsa Muhamedi ka thënë se duhet zbatohet ligji. E para këta njerëz që flasin nuk duhen marrë seriozisht. E para gjë. Sepse sa njerëz ka, domethënë, më u marr me të gjithë, i bie që të harxhosh jetën dhe shumë energji. E para gjë. E dyta gjë, neve muslimanëve nuk na lejohet bëjmë krahasim. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim mes pejgamberëve. Për ne është Jezusi pejgamber dhe i dashmi i Zotit, Muhamedi është pejgamber dhe i dashmi i Zotit. E treta gjë, nëse njëri për profetëve ka zbatuar ligjin e Zotit me urdhër të Zotit, mbaroi historia. Dhe nëse për një profet është shfuqizuar ai ligj, mbaroi historia. Pra nuk është profeti ai i cili sjell ligjet që ti të bësh krahasimin. Nuk është profeti ai i cili sjell ligjet. Në ligjin e Mojsiut, Musait alayhis salam është i njëjti ligj si ligji i Muhamedit alayhis salam. E treta, e katërta, nëse ne flasim për një Zot i cili ka sjell ligjin e Mojsiut dhe të Muhamedit, njësoj. Tani ti ke probleme me Zotin, është Zotni, nuk ke probleme me Mojsiun dhe me Muhamedit. Ti ke probleme me Zotin i cili ka sjell Mojsiut dhe Muhamedit një ligj njësoj. Dhe Jezusit i dha ligj tjetër. E gjashta është se ti me këtë pohon se Jezusi nuk është Zot. Ti me këtë fjalë pohon se Jezusi nuk është Zot. Si pohon se Jezusi nuk është Zot? Sepse po thuash që Jezusi është Zot, kush ja solli ligjin Mojsiut? Zoti. Atëherë ti tani po na nxjerr Jezusin më të mirë se sa Mojsiu. Pastaj pse nuk theti
Kush është më i mirë, Mojsiu apo Muhamedi, apo Jezusi? Se këtë ligj nuk e ka vetëm Muhamedi. Ti këtë ligj e ke në dhjatën e vjetër. Çfarë do thuash ti? Se Zoti i Mojsiut është mizor dhe Zoti i Jezusit është paqësor. Për këta janë njerëz të ullët, njerëz të degeneruar, që ne nuk do të ndikohemi nga muhabetet e tyre, ne nuk do të ndikohemi nga muhabetet e tyre. Qysh kur e nis? Kush është më i mirë? Mbaroj historia. Mbaroj historia kur gjoja i dëshiron të bëj krahasim, sepse thotë Jezusit kur erdhi gruaja me imoralitet, tha, kush për ju s'ka bërë mëkat ti gjuja, sa ikën gjithë se gjithë ishin mëkatar. Kurse Mojsiu dhe Muhamedi zbatonin ligjin. Po Mojsiu dhe Muhamedi që zbatonin ligjin, kishin ligj prodhuar prej tyre, produkti tyre, apo i ardhur nga Zoti. E gjithë kjo duke zbritur me personin fjalë, duke zbritur dhe duke thënë, hajtë po e marrim këtë se ka ndodhur, sikur ka ndodhur. Sepse ne besojmë se ajo që ju e besoni nuk është fjalë e Zotit. Kështu që ti bëj krahasim tjetër dhe thuaj, ore, kjo që ne lexojmë, a është fjalë e Zotit? Dhe është Kurani fjalë e Zotit dhe flasim. Si të përgjigjemi dikujt që thotë, nëse libri që ne kemi është fjalë e Zotit, atëherë si ka mundësi që mund të korruptohet fjala e Zotit? Nëse ju thoni që një libër që ne kemi është fjalë e Zotit, pra ka shpallë Zoti, si u korruptova fjala e Zotit? Po aty në librin tatë e keti që ai thotë, mallkuar qofshi ju farisejnë, që keni ndryshuar fjalën e Zotit, ligjet, keni ndryshuar ligjet. Tani Jezusi kur ju tha farisejve se keni korruptuar fjalën e Zotit, nuk e dinte këtë pyetje që po bën ti tani? Po se cila është fjala e Zotit? Ku i ke ligjet, ku i ke rregullat, ku i ke adhurimet? Ku i ke? Shkoi, erdhi, iku, hyni, doli, etj. Jeta, jetë shkrim, biografia e bërë nga njerëz. Ose më jep diku aty ku thuat që kjo është fjala ime dhe unë do ta mbroj deri në ditë Kiametit. Përkundrazi aty thuat kush e ndryshon do të mallkohet nga Zoti, do të përjashtohet nga mbretëria e tij. Kush e ndryshon? Pra pas ka hapësira. Etj. Prandaj stresin mos e zgjoni fare në këto tema, sepse janë tema shumë të thjeshta për të ezauruar. Këta që kanë tatuazh dhe thonë që unë jam musliman, a lejohet të bësh tatuazh në Islam? Pse i ngatroni gjonat? Ka njerëz që kanë bërë tatuazh para se me kuptu fen, para se me udhëzuar ashtu siç duhet. Tanë çfarë t'ju themi këtyre njerëzve? Jo, ju përderisa keni tatuazh, s'pranohen në Islam. E para, e dyta, po çu duhet më vëlla me njerëzit? Çu duhet me njerëzit? Jo, po si është puna këtyre që kanë tatuazh dhe falen. Po çfarë ke më vëlla? Çfarë halli ke? Kush e ka tatuazhin, pyet për veten e vet. O hoxhi nderuar, si ta bëj unë? Se kam filluar më u fal, kam kuptuar Islamin, po kam edhe tatuazhe. Kjo është pyetje normale, jo, se janë disa. Po çfarë ke më vëlla me disa ti? Akoma me këtë lloj mendje. Mund ndodhi edhe diçka tjetër. Dikush është musliman, një moment le të themi dobësie, shkon dhe bën tatuazh. Ka dalë nga Islami? Jo, s'ka dalë nga Islami. Po ai ka bërë tatuazh, po mirë, ka bërë gjuna. Sot e fal, Zoti u soft. S'ka dalë nga feja o robi i Zotit. Nuk ka dalë njeriu nga feja, pse e boni? Është haram? Po. E mallkojnë, ka mallkim për këtë mëkat? Po.
A del njeriu nga feja me këtë mëkat? Jo. Si ngatrojmë gjonat. S'të kam shkruar kurrë. E valla, faleminderit. Por po të shkruaj për herë të parë. Mashallah. A lejo të bashkë namazet dhe drekës i kindis bashkë me akşam dhe yacin? Vallai më mirë mos kishe shkruajt për Zotin. Më mirë mos të kishe shkruajt. Më mirë kishe dhënë ka ajo pjesa që s'kam shkruajt një herë, as mos shkruajtsha një herë. Sepse jam në punë thot me orar shumë cikletshëm. Jam dhe më në uniformë madje, vallai duhet më u fal. S'ka. Nuk ka hozh mbi sipërfaqen e tokës që t'jep ty tolerancë me i bashku namazet ndargët. S'ka. Gjej zgjidhje. Dhe kush kërkon zgjidhje dhe dëshiron zgjidhje ja lehtëson Allahu. Vallahi bilaj për Zotin ta lehtëson Allahu nga se pret. Qofse e ke merak këtë punë, vallahi ta jep Zoti zgjidhjen. Kështu që stresi zero. Thot kam një pyetje, çfarë mendon dhe thot Zoti për njerëzit që diskriminojnë dhe bazohen tek ngjyra e lëkurës? Janë gjunaqar të mëdhenj ata që diskriminojnë në bazë të ngjyrës që mund të ketë dikush, apo në bazë të pozicionit, le të themi, të punës, apo për shkak të pasurisë, apo për shkak s'lejohet vëlla me diskriminu tjetrin, nuk lejohet me shfaq shenja racizmi apo me shfaq shenja bulizimi mbi njerëzit cilët i ka fal Zoti në një racë të caktuar, në një ngjyrë të caktuar. Është punë e Zotit. Ata njerëz që bëjnë këtë lloj sjellje, faktikisht ata kanë probleme me krijuesin, me Zotin. Sa askush nuk e ka zgjedhur ngjyrën e vet, askush nuk e ka zgjedhur vendin e vet. Të gjithë jemi të krijuar nga Allahu. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: Ja ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O njerëz, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, dhe ju kemi bërë fise dhe popull, ju kemi bërë popull dhe fise që të dini si të prezantoheni mes jush. Më i miri te Zoti është ai që është më i përkushtuar, më i devotshëm. Pejgamberi alayhis salam tha, nuk ka vlerë arabi ndaj jo arabit, po as i jo arabi ndaj arabit, as i bardhi ndaj ziut, as i ziu ndaj të bardhit, përveç se me devotshmëri. Bilali radhiyallahu anhu, muezini i pejgamberit alayhis salam, ishte nga Etiopia, nga Afrika. Megjithatë ishte muezini i profetit alayhis salam. Një nga 6 personat që është futur në Qabe me pejgamberin e Islam kur është hyrë Mekka. Selman el Farisiu, Selman Persiani, ishte një nga njerëzit më të afërt. Selmanun minna ahlu bejt. Selmani është prej nesh, familja e profetit. Edhe pse ishte nga Persia, i ardhur nga Persia. Kështu që këto janë xhahilijete, e Zoti këto gjona nuk i don, e Zoti i urren këto gjona, sepse personi po tallet me Zotin. Ai njeri që i injoron njerëzit në bazë të ngjyrës së tyre, ai po tallet me Zotin. Është i pakënaqur me Zotin. Allahu na ruaj. Po edhe për gjëra të tjera që janë dorë të njerëzit. Në shumë gjërat mund të jetë shneti, mund të jetë paraqitja, mund të jenë shumë gjona, jo vetëm ngjyra e lëkurës. Gjona që nuk i ka njeriu në dorë. Po edhe po pat njeriu diçka në dorë, nuk lejohet vëlla me ofendu tjetrin, nuk lejohet me rënë tjetrin. Haku i tjetrit është i rëndë shumë. Dinjiteti njerëzor është i shenjtë. S'lejohet me prek tjetrin dinjitetin e tij, vëlla. Me ato që ka, puna vet, hesapi vet, çdo njeri të dalë para Zotit i ditë. Dua të bëj kursin për microblending. Pra është një penë e vogël me që të bërë që e vendosin pigment në shtresën e sipërme të lëkurës për vetulla. Por jam diçka e dyshimt, a është haram e mos ta filloj fare? Po haram është. Haram, nuk lejohet
një gjë e tillë. Nëse ime ka shumë i natë kur unë kaloj kohë me nënën time, do që unë mos bëj asgjë për të dhe më thotë që nuk dua të rri në shtëpi me prindërit e tu, si mund që të qetësohet situata dhe të ruajmë harmoni familjare. Çfarë të bëj unë që nëna dhe gruaja, më duket se kemi bërë këtë? Kemi bërë, më duket. Çfarë të bëj unë që edhe nëna dhe gruaja mos mërziten? Unë i flas gruas, por s'kam ç'bëj se është gruaja ime, do kaloj jetën me të. Të lutem bëj një video që të gjithë femrat të kuptojnë këto lloj gabimesh. Ti rregulla veten tate me gruan tate, mos mendo për tjerat e para. E dyta, më duket se e kemi thonë përgjigjen për këtë lloj situate, merret një tas i madh, mundësisht 2-3 litrësh, mbushet 2 litra me dhall dhe i hidhet akull ose ujë i ftohtë, edhe sa herë që nusja mërzitet, i jepet nga ky dhalli i ftohtë, po duhet të ketë dhe pak krip brenda. Mundësisht krip atjet e zezë ose krip Himalaje, që t'i bëhet ilaç tamam. Me vjerën, prap me vjerën, alhamdulillah. Hajde. Unë me vjerën kam pasur shumë debate. Me vjerën, sepse kam djalin me probleme autizmi dhe më tha që e ke çunin me tmeta mendore. Dhe tani unë nuk i flas më as asaj, as njerëzve të burrit. Burri ishte në krahun tim, vjera thot, shkoj ta takoj, po unë shkoj ta takoj unë dhe t'i kërkoj falje për gabimet e saja. Unë e kam toleruar shumë, por tek fëmia nuk u duroka gjë. Ti s'ke për çfarë t'i kërkosh falje, se s'ke bëj gjuna. Ajo thjesht ka fol keq na dëgjoj, por unë nuk mendoj që ti duhet të kalosh në ekstrem sjellje. Çuni, në këtë rast burri jot duhet bëj rregullatorin në këtë lloj situate të vështirë, edhe ti pavarësisht sa ka bo gabim, po ti nuk ke për çfarë të kërkosh falje. Nuk ke për çfarë të kërkosh falje, po ajo ka bërë gabim, kjo nuk do të thotë që ti t'i ndalosh asaj fëmin. Dhe burri jot, pra çuni i kësaj nonës, duhet të rregullojë situatën, të marrë situatën në kontroll dhe të thotë nonës o non, e ke prek, që i ke thonë është fëmia me tmeta mendore, po ndoshta nona nuk e dinë burri dhe tani çfarë është autizmi, çfarë është. Nona shef që fëmia nuk komunikon mirë, nuk sillet mirë, i duket mendon se është me tmeta mendore, mund të jetë edhe për shkak të ignorancës së saj. Tani nuk do t'i marrim gjërat kështu me kaq imtësi. Duhet shpirti i tolerancës, e mira e mund të keqen. Nëna ime është shumë plak dhe i dhembin këmbët dhe gjithë trupi i saj. Ajo nuk mund të falet në stol ose në divan, por divanet nuk janë nga kibla. A mund falet? Jo, nuk mund falet vetëm se me drejtim nga kibla. Lejohet më u fal ul, lejohet më u fal në divan, lejohet më u fal në krevat. Kjo lloj moshe që s'ka fuqi të rinë këmbë, por duhet të jetë me drejtim nga kibla, duhet të jetë me drejtim nga qabja e madhnueshme. Mundësisht tregom a muj me dal me fëmijën e vogël me shku te nana se po më thojnë pa i mush ditë nuk bën. Vetëm në dhomë, pra vetëm në dhomë duhet ri. S'bën as me elon vetëm 2 javë. Dhe jam bloku një këshill. Mos i ngjok këto muhabete fare, merru vesh me burrin edhe më shoj këmbëve. Dil, mos e vrit mendjen. Në TikTok shumë po më dalin videot që deti në Izrael ka marrë ngjyrë të kuqe, a mos është kjo vallë shenjë e kiametit dhe është afru kiameti? Aman, alhamdulillah, sa hini shtu, alhamdulillah. Por çfarë lidhje ka valla, deti kuq, deti blu. Deti me ngjyrë, deti pa ngjyrë. Doja të pyesja, është e lejuar në Islam që djali të mos të ftojë në nikah babain me pretekst se ai është xahil.
Po çfarë fëmijë është ky më vëlla? Se ftoi babain thotë se është xhail. Po mirë pra ftoje pra që bëhet musliman, bëhet i ditur, dashuroj fen, dashuroj islamin. Momenti më i mirë që mund përjetoj prindi tek fëmia i vet është martesa e fëmis. Ti thua ja sa është xhahil ai. Mirë pra rri me vjerrin, rri me babain, rri me mamin, ka ardh mami dhe ka ardh babai, rri me ata. Se babai është xhahil, edhe mami jot xhahile, e në rri me këta, boje nikahun me këta. Subhanallah. Njeriu duhet ta vejë në punë pak komitetin qendror, pak fare, jo shumë se shumë borë si Einstein. Po pak e vën robin punë. Shiqur mulla që është xhail vjen gjan hoxhën, flet hoxha, ku dëgjon etj, ndoshta i qëllon dhe kohë namazi, falet namazi, na i dhurat, na i gjë, i kënaqet shpirti, mund të udhëzohet zemra në islam. Është xhail thotë s'pa e marr. Thotë që ke për bab Firaunin, ata marr Firaunin në nikah. Po edhe Firaun me qenë merë, se ndoshta udhëzohet. Si na mëson Islami të sillim me ehli kitabet e drejt, pra që nuk na bën për atësi që janë fenë e tyre të hershme pa devijim. Që kanë musliman. Në fenë e tyre të hershme pa devijim, do thotë besojnë Zotin një, besojnë Isa'in alayhis salam dhe po presin Muhamedit. I tregojnë ne që ka ardhur Muhamedi, bëhen musliman. A lejohet ushimet për këtyre dhe a lejon gjërat dhe darkimet me ta? Po lejon, nuk ka asnjë problem. Lejohet edhe me të tjerët, jo më këto që kanë besimin e hershëm fare, me atë të pastrin. S'ka gjë, inshallah, lejohet. Kohët e fundit janë përhapur shumë dhe kanë dalë shumë njerëz, disa prej tyre dhe hafeza të cilët japin fetva dhe i përgjigjen pyetjeve rreth islamit në rrjetet sociale. A lejohet që të marrësh fe nga këto? Po që budalla po? Po që i çmen po? Feja merret vetëm nga njerëzit e dijes. Pse është hafiz, nuk do të thotë se është dietar. Pse ka mësuar ca gjëra për Islam, nuk do të thotë se është i aftë me dhënë fetva. Nëse ka marrë shkollë për atë punë, nëse është licencuar, po, s'ka asnjë problemi. Ama kështu, vetëm se është hafiz. Kam marrë një propozim për martesë me të cilin jam e kënaqur. Babai nuk e preferon, por thot, martohu me këtë duash, unë s'të ndaloj. Ama kur vjen puna të takohet me djalin nuk pranon, as nuk bashkëpunon, si t'ja bëj? Këta janë pyetje të vështira, sepse prindi duhet përmendi arsyeën pse nuk është dakord, pse nuk pranon. Po nganjëherë prindi mendon se fëmia është e vogël, nganjëherë mendon ose di gjëra që fëmia nuk i din, ku dëgjon etj. E rëndësishme, fetarisht me Islam prindi duhet shprehet. Dhe duhet të thotë gocë, dëgjoj bab, unë nuk jam dakord për 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 arsye. Po thotë, jo, ti martohu me këtë dush. Po mirë bab, hajde takoje Baftjarin, Zenelin. Jo, se takoj. Po mirë pra ta, po thu martohu me këtë dush. Kur thu martohu me këtë dush, do thotë se më ngelon hapësirë me zgjedh. Ose thuj, rri, gocë ta gjej baba. Po as kjo, s'është normale. Kjo lloj sjellje, nëse është e vërtetë siç është bërë pyetja, po të kishte gjykatë islame, gjykata ja heq të drejtën prindit, të drejtën e kujdestarisë prindit, e nxjerr nga kujdestaria. Dhe hyn fuqi gjyshi, ose hyn fuqi vllai, ose hyn fuqi xhaxhai. Goca ime është njoft me një djalë, thotë ka 1 vit, po pristim të bënin fejesën. Ne e kemi takuar çunin disa herë, po mbas 1 viti del kundër nëna e djalit. Dhe babai që i mban anën gruas së tij, na u bë problem se nuk e duan nusen, nga që goca jon ka shami.
Ndërkohë që dije qysh në fillim kur janë takuar goca ka qenë me shamin. I kanë vënë kusht çunit të zgjedhë o prindrit o gocën që don, ose të dalin me qera, s'ka punë më me ta. Mi po çuni e don nusën si vetja e tij. Pra është i kënaqur që e falet dhe është me shami. Dalin vetën, alhamdulillah, lirojnë edhe ato rroça poshat e tjerë që presin radhën. Dalin vetën, selam aleikum, aleikum selam. S'janë njerëz, nuk janë njerëz për Zotin. Këta lloj prindërish nuk janë njerëz. Burri dhe unë i falim gjitha vaktet e namazit. Kemi 3 fëmijë, unë punoj për burri nuk ka dëshirë që unë të punoj. Thot, unë nuk punoj për 500 euro. Dëshiron të arrim diçka më shumë, por nuk ndërmerr asnjë hap. Dhe si përfundim punoj vetëm unë. Dhe i ndihmojnë atij familjarët. Unë e ndi veten keq, si të veproj? Sprov. Si çfarë burri i mençëm është ky? Thot, unë punoj. Burri thot, unë s'punoj për 500 euro. Po si jeton ti o xhaxhi paraziti? Xhaxhi paraziti, si jeton ti? Familjarët sjellin lek. Hajr, inshallah çfarë them. Çfarë them unë? Po mirë, ndoshta ato sjellin shumë lek, po mirë kur ato i ditët mërziten për shembull ose s'kan. Si i bëhet hallit për shembull? Këto quhen raste shumë të vështira për të dhënë menim. Sepse mungon çfarë? Arsyeja tek shtylla e shtëpisë. Ky nuk është burr shtyllë shtëpie, ky është hugardh i shtëpie. S'mund të jetë ky shtyllë shtëpie. Shtylla e shtëpisë është ai që merr situatën në kontroll, e siguron gjithçka, mbështet gjithçka, e mbështet gruan e vet që edhe ajo punon, kanë koordinim me njëri tjetrin, e bëjnë punë me njëri tjetrin. Unë për 500 euro s'punoj. Pila edhe ti nuk duhet punojsh për 500 euro. Po çfarë të bëjmë me burrin? Na japin. Këta që kemi jashtë shtetit na sjell motra, na sjell Allah, po kështu jetohet. Ky quhet xhaxhi paraziti. Kështu thuj burrit, ka thon hoxha. Ka thujt hoxha ke pyetje përgjigjet xhaxhi paraziti. Burri kur flet gjumë u lret natën dhe flet një gjuhë që unë se kuptoj. Kam menduar se mos flet turqisht nga që në shtëpi flasin turqisht. Dhe kam incizu se çfarë flet dhe e kemi treguar nesër, më ka thënë kjo gjuhë s'është turqisht. Dhe kam pyetur njerëz të tjerë që dinë turqisht, më kanë thënë që nuk është turqisht. Hajr inshallah. Me ty a merresh vesh kur është zgjut. Po muret vesh kur është zgjut, është në rregull puna. Këto gjuhët e tjera janë plus. Ndoshta flet me botën, me botat tjera në ëndër. Kështu që mos u stresosh, në rregull. Mësoj burrit që thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 herë para gjumit. Inshallah ka për të harruar gjitha këto gjuhë të huaja. Inshallah ka për të harruar gjitha. Sot isha duke prerë shalqi. Hajde bismillah, në një ndimër këtu në Tiranë. S'ka shalqi. Ka shalqi në treg mo? Ka, e po mirë. Sot isha duke prerë shalqi, thot, dhe ndava rumbullak. Më thanë që nuk duhet prerë ashtu. Duhet si e ka shkruajt Zoti. Si e ka shkruajt Zoti që pritet shalqini o kunguj. O kunguj njerëz. Si e ka shkruar Zoti se duhet prerë shalqini, aman. Ta s'ka kush e arreston, s'ke fajti që ke bo pyetjen, po këta që kanë folë kështu, ti isha unë ministër, të kisha gjë në dorë, pasha Allah, unë një javë kisha fut në burg. Pasha Zotin. Këta që thonë nuk pritet shalqini rumbullak, po duhet prerë si që ka shkruajt Zoti. Po ku ka shkruajt Zoti më? Të falët Allah, të falët Zoti më. Kam një pyetje, vllai nuk na lën të flasim me babain nëpërmjet telefonit, thot ejani dhe shikojeni këtu. Dhe runi babën jo nëpërmjet telefonit. Mirë, po ne jemi në gurbet
dhe na merr shumë malli për krejt familjen, sidomos për babën. Edhe ai vetë është i brengos. Ne mund shkojmë një herë në 2 muaj, apo një herë në 3 muaj, por nuk kemi mundësi të shkojmë më shpesh. Dhe vllai na ndalon që të flasim me të në telefon. Ky nuk është njeri. Ky vllai vetëm njeri nuk është. Mund të jetë gjallëes, mund të jetë bim, mund të jetë frut, mund të jetë perim. Po vetëm njeri nuk është ky vllai. Ky që i na lën motrat me fol me babën, se s'du të them atë muhabetin tjetër, pastaj që futet një klas poshtë njeriut. S'ka drejt në la, s'ka drejt askush ta na. Jo, po e deshet babën, hajdeni këtu. Foli. Ky i zgjuti shumë. Vallai turp t'i vi këtij njeriu i cili i trajton motrat në këtë lloj forme. Vallai bilaj, i Zoti di se sa gjunahe merr ky njeri që flet me motrat e tij në këtë formë dhe e trajton babën si pronë. Ky s'ka për ta bërë pikë në hajrit nëse nuk pendohet, pasha Zotin. Vallai bilaj, ky me këtë lloj sjellje s'ka për të bërë pikë hajri, vallai bilaj. Ky që e trajton babën si plaçk, si pronë, i na lën motrat me fol me prindin, ka për t'ia dhënë Zotin në këtë botë para ahiretit, nëse nuk pendohet masi ta dëgjoj këtë videon time. Pendohu, xahil, ignorant, pendohu. Dhe lej motrat flasin me babën e ty në sa herë të duan, kur të doj qefi. A dhe një këtu jo. Së ruhet baba me telefon, me kuptimin nuk është kujdestari, kujdes dhe merak telefoni. I kërë xahil. Po më thonë që fëmijët nuk bën me shtin në mes, kur bjen me fjet me burrin, nuk bën. Po desha me dita, ka lidhje me fe kjo punë. Me fe s'ka lidhje kjo punë, po. Mos t'i pengoj për punë të natës. Po kështu me fe s'ka problem. Si është me drejtësi fetare lidhur me pagën e punëtorit, a duhet paguen të gjithë një lloj, si ai me eksperiencë, me atë pa eksperiencë, si i kualifikuar dhe i pa kualifikuar, sepse këtu tek puna jonë bëjnë dallim. Po normalisht do të bëjnë dallim vëlla. Normalisht do të bëjnë dallim. Kush ka kualifikim, kush ka eksperiencë, ka standard tjetër, ka si më thon produktivitet tjetër, ka fakisitet. Ha? Nga trudhe efikasitet. E normal me fjalë, nga trove dhe të Allahu të zoft. Kështu që nuk ka asë lloj problemi normalisht. Pra dikush e ka një kuzhinier nga 10 vjet në punë. Dhe vjen një kuzhinier në fillim, thot ky maj drejtësi, thot, pa ai ka kala më juve birë që të maj drejt, që të adaj drejt punës, si një fëmijë ati që të ndaj me drejtësi. Sfutu aty në punë, avash deri sa të ngrihesh. Ej, Zoti, më të s'ka më këta, t'jabin fetva gjithë, më bëtë gjithë menshë. Si bëhet me namazin me xhamat në xhami pasi ka mbaruar xhamati i parë? Ata që vinë më mrapa, duhet ta thrasin ezanin prap dhe a lejohet që të bëjnë xhamat dytë? Lejohet që të bëjnë xhamat dytë, ndërsa për ezan nuk ka nevojë më. Mendimi më i saktë, se është edhe një mendim që thotë më mirë veç. Jo, më i saktë është me u fal xhamati i dytë me xhamat. A është gjuna t'i lash bebet e sapo lindura në akşam ose në darkë, pasi me djalin e parë më thonin mos e bëj sepse është gjuna. Tani doja të dija, është më vërtet gjuna? Jo, s'është gjuna, s'ka lidhje fare. Kur të doj shpirti dhe zemra jote.
Jam shtatzën në muajin e 6 nga vdekur xhaxhai, sot kufoma e tij do të arrijë në vend lindje. Kam shumë dëshirë ta shoh, sepse ka qenë shumë i afërt dhe i dashur me ne. A mund ta takoj edhe pse jam shtatzën? Pra nuk do të ndodhi në gjë e keqe? Jo, asgjë e keqe, mund ta shohësh, nuk ka asnjë problemi fare. Vetëm me kujdes për veten tënde, po kështu fetarisht nuk ka problem. Se këto gratë vjetra po më thonë që duhet vendos një penjë të kuq në mes të bejlit. Larg budallëve, shkot shife pa merak. A është e vërtetë që nuk i bëhet rukje atyre që nuk janë musliman? Madje edhe muslimanët duhet mbështeten Allahut. S'është e vërtetë. Të bësh rukje nuk do të thotë se si e mbështet Allahut. Përkundrazi duke bërë sebepin, që thot Zoti, më mbështetni duke bërë sebepet. Po jo muslimanëve lejohet, siç është historia e kujt Ebu Said el-Khudriut që i knun i dhujtarit, i knun Kur'an i dhujtarit u shëru. A është e vërtetë se nuk lejohet të këndohet mbi ujin e Zemzemit? Jo, s'është e vërtetë. Si uji i Zemzemit, si gjithë ujat e tjerë, përkundrazi, me i knu Zemzemit edhe më mirë akoma, kështu që a është e vërtetë se nuk i këndohet vajit pasi nuk ka argument? I këndohet vajit, nuk është e vërtetë. Allahu thotë në Kur'an se vaji i ullirit është vaj i bekuar. Ka përmend Zoti në Kur'an. Duke qenë se vaji i ullirit është vaj i bekuar, i knohet Kur'an dhe njeriu lyhet me vajin e bekuar i cili i është fryrë Kur'ani. A ka argument për këtë fryrjen? Po, hadithi i njohur, hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që pejgamberi sa para gjumit i lexonte vetes Kur'an, 3 surat e fundit, pra para se me lexu Kur'an vetes, çfarë bonte? 2 herë, knonte kul huwallahu, felekun, nasin, dhe pastaj lynte gjithë trupin, fërkonte gjithë trupin. Kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Ka dhe një gjë tjetër, që në kapitullin e, le të themi, shërimit dhe të ilaçeve ka tolerancë të madhe shariati. Për këtë arsye, në hadithin edhe me këtë po e mbyllim inshallah. Ka një hadith që banorët e Medinasit yshtnin njëri tjetrin. Pejgamberi e sa mi ditë i naloi gjithë. Tha s'ka motha o yshtje, knim, rukje s'ka motha. Po si tha mi tregoni mu ju tha se çfarë knoni dhe kujt i themun që kjo bën ta boj. Kujt i themun që kjo s'bën. Ul pejgamberi sa në xhami, mush xhamia me njerëz, erdhi i pari, bën, erdhi i dyti, bën, erdhi i treti, bën, erdhi i katërti, bën, s'bën kjo, okay. Korrigjoje. Derisa në një moment tha stop. Çfarë? Tha kënoni, boni rukje si të doni. E rëndësishme është mos të ketë në shprehje shirk, i dhujtari. Edhe pejgamberi sa më tha, nuk ka zbrit Zoti smundje pas sjell dhe ilaçin e saj. Prandaj kurohuni o robët e Zotit. Kurohuni, mjekohuni. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi që njeriu t'i knojë ujë Zemzemat apo t'i knojë vajit ullinit. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju shpërblet.